Babajn s'do ta fal kurrë. Në Itali gjeta shpëtim. Ermal Meta flet për rënien e komunizmit, shihje dhunë, krime e vdekje në rrugë. Këngëtari i njohur me origjinë shqiptare Ermal Meta në një intervistë për mediat italiane ka folur për rrugëtimin e tij, vështirësitë dhe sukseset në karrierën e tij artistike. Kjo intervistë e tij vjen pas problemeve shëndetësore që këngëtari kishte, ku dhe ju desh që të anulonte aktivitetet e tij. Më herët Meta zbuloi se kishte ëndje në fytyrë dhe në kokë, duke sqaruar publikun se i duhej që të bënte kontrolle. Ai ka thënë: "Më është dashur të pezulloj disa aktivitete pune që të mund të hetoj shkaqet dhe me erdhi keq, por ishte e nevojshme. Për fat të mirë, me një trajtim të synuar dhe të papritur gjithçka shkoi mirë. Në fund nuk ishte asgjë shqetësuese." Mëtej ai është ndalur edhe tek problemet e familjes, duke u shprehur se lumturia për të ishte një rrugëtim i vështirë. Ermal Meta tregon edhe për marrëdhënien e vështirë me babain e tij. Nuk do ta fal që në ato vite të tmerrshme, me dhunë, krim, të vdekur rrugëve, na la vetëm, ka thënë ai. Po ashtu ai ka folur edhe për jetesën në Shqipëri, ku ai jetoi për 13 vite. Kohë kur ishte regjimi komunist dhe rënja e komunizmit. Çdo fjalë mund të lexohej si një pozicion përmbysës, në lidhje me një kod që duhej të intuitohej, të përvetësohej. Periudha më e vështirë ishte nga rënja e regjimit në 1991 deri kur u largova në 1994. Dhunë, krim, vdekje në rrugë, një ndjenjë rreziku për të cilën nuk e kisha mësuar. Nuk do ta fal kurrë babain tim, i cili na la vetëm në ato vite të tmerrshme.